Zakonisht në traumat e shtyllës kurrizore përdoret kur s'është për operacion, për shembull që ka ndonjë thyerje të vogël të shtyllës kurrizore, përdoret një lloj aparati që në fund videos do e vendos edhe me foto që ta shikoni me imazh grafik, që quhet 3 point. Kushton jashtëzakonisht shumë, diku te 350.000 lekë, dhe përdoret vetëm 6 javë nga i sëmuri, pastaj lihet në harres ose lihet diku në shtëpi. Thirrja ime është kjo, që të gjithë ata që e kanë blerë një aparat 3 point, e kanë përdorur dhe nuk i duhet më, të më kontaktojnë, ti grumbullojmë këto dhe t'ua japim njerëzve që kanë nevojë për këto gjëra, sepse gjunat hidhet poshtë ose gjunat lihet pa përdorur se janë gjithë ato lekë, edhe gjuna për atë tjetrin që do ta blej në fund të fundit. Kështu që pse jo, të bëjmë mirë për një gjë që s'na duhet, por dikujt tjetër mund t'i hyjë shumë në punë. Dhe mos harroni që sharing is caring, thot anglezi. Të ndash, të shpërndash është dashuri, është përkujdesje. Kështu që mendojeni kur keni, nëse keni në shtëpi, edhe më kontaktoni. Gjithë të mirat.